të thënë kaq hapur. Selina u gjend përballë jo vetëm Mirit, por edhe syve dhe veshëve të gjithë banorëve të tjerë, të cilët sipas tij u vënë kundra. Kjo ndjesi izolimi dhe presioni kolektiv e bëri situatën edhe më të rëndë. Në ambiente të tilla, dinamika e grupit luan një rol të jashtëzakonshëm. Kur një individ ndjen se shumica është kundër tij, çdo fjalë merr më shumë peshë, çdo reagim bëhet më emocional dhe çdo debat shndërrohet në një betejë për dinitet. Miri e përdori këtë element në argumentin e tij, duke theksuar se nuk ishte vetëm ai që kishte një mendim të caktuar, por se i gjithë grupi kishte krijuar një perceptim të ngjashëm. Por çfarë fshihet pas kësaj përplasjeje? Në thelb, duket se kemi të bëjmë me një përzierje ndjenjash të paqartësuara, pritshmërisht të ndryshme dhe mungesë komunikimi të sinqertë që në fillim. Kur dy persona ndajnë momente intime pa i vendosur qartë kufijtë dhe qëllimet, është e pashmangshme që njëri të interpretojë më shumë se tjetri. Dhe kur këto interpretime dalin në sipërfaqe në mënyrë të ashpër, përplasja bëhet e pashmangshme. Fjalët e Mirit, edhe pse të forta, tregojnë një frustrim të akumuluar. Ai duket